dhe kemi filluar të trajtojmë rrëfimet e Kur'anit. Dhe nga rrëfimet e para të Kur'anit jemi duke trajtuar rrëfimin mbi Ademin a.s. dhe gjitha ato që kanë të bëjnë me këtë rrëfim. Normalisht duke u munduar dhe përpjekur që të ndalemi në stacionet kryesore të këtij rrëfimi dhe këtij tregimi, duke nxjerrë dobit edhe mësimet edhe udhëzimet e nevojshme që neve na duhen nga ky rrëfim. Dhe kemi përmendur se padyshim se natyra e këtij rrëfimi ndërtohet në nxjerrjen e dobive dhe udhëzimeve më tepër se që ndërtohet në sjelljimin historik dhe ngjarjeve që kanë të bëjnë me këtë rrëfim. Dhe në takimin e fundit kemi marrë, do të thotë, atë fillimin e zbritjes në tokë dhe disa gjëra që na kanë mbetur nga takimet e kaluara në lidhje me raportin mes Ademit a.s. edhe Iblisit. Nga se këto dy krijesa ishin ato që fillimisht shënuan fillet e jetës mbi këtë tokë, por që nuk patën raporte të bashkëpunimit, nuk patën raporte të miqësisë, por përkundrazi, shejtani ende pas zbritur në tokë u betua se Ademi a.s. dhe gjithashtu pasues të tij do të jenë përjetësisht sa ka jetë në tokë do të jenë armiqtë të tij. Dhe kemi marrë do të thotë natyrën e kësaj armiqësie dhe ka e orienton këtë luftë dhe këtë betejë ndaj neve si bita Ademi, si njerëz në tokë, shejtani i mallkuar. Dhe sa do ta përmbylli me lejen e Allahu xhallahu ala këtë rrëfim me disa shtojca që kanë të bëjnë me ligjëratën e fundit. Është interesant të ndërlodhur që kur flasim për raportet mes Ademit a.s. dhe mes Iblisit, flasim për raporte armiqësore dhe flasim për një luftë pa kompromis dhe pa mundësi marrëveshje dhe ndalje, sikurse kemi thënë në takimin e kaluar. Dorso ne e dim se tërë kjo nuk mund të zhvillohet pa lejen e Allahu xhalla xhelaluhu. Kjo nuk mund të zhvillohet, do të thotë, pa një urtësi të madhe që Zoti xhalla xhelaluhu ka caktuar. Andaj a thua vallë, cilat janë këto urtësi që ne duhet t'i njohim kur bie fjala për armiqsinë me shejtanin. Sikur që kam thënë në dersën e kaluar, ne nuk duhet ta kuptojmë shejtanin si diçka imagjinare, që realisht nuk ekziston, por është një forcë e errët negative, është një e keqe. Nuk është shejtani kështu, është e vërtetë se ai është burim i forcave negative. Ai është burim i të keqes, por realisht ai ekziston dhe ai është në mesin tonë. Në fatkeqësisht, sikur që ne kemi thënë në takimin e kaluar, zakonisht njerëzit do të thotë kanë qasje jo të drejtë përballë kësaj krijese. Ose e përmendim në raste të caktuara, shejtani do të thotë e ka prek dikën, e ka çmend dikën e kështu me radhë, ose në kontekstin e friksimi dhe ngarkesë dhe traume e kështu me radhë, e që këto absolutisht nuk kanë të bëjnë me raportin me ta. Ne kemi thënë se gjitha këto janë zhvendosje periferike nga ajo esenca dhe baza e raportit tonë me këtë krijesë. Në anën tjetër, ju kujtohet kemi thënë se Allahu xhallahu ala e ka zbrit Ademin alayhis salam në tokë dhe kam përmendur se zbritja e Ademit alayhis salam në tokë nuk është drejt për drejt e ndërlidhur me mëkatin e bërë në xhenet. Andaj Allah e ka zbrit Ademin alayhis salam në tokë si pasojë e detyrës që ka ngarkuar me të, ndërsa shkas për këtë ka qenë mëkati i bërë në xhenet. Andaj nuk ka qenë do të thotë i gjykuar Ademi që mbetet përjetësisht në xhenet, por ja që e ndërpreu këtë përjetësi të tij ngrënia nga pema. Jo, Allahu ka caktuar për të marrë në tokë, por është dash një shkas i caktuar qoftë edhe i vogël që do të arsyeton të zbritjen në tokë. E pikërisht e kësaj natyre ka qenë ngrënia nga pema ose nga druri që Zoti xhallahu ala i ndaloi të afrohet. Dhe kemi thënë se zbritja e Ademit alayhis salam në tokë ka shumë urtësi, të cilat nëse ne i njohim dhe nëse ne i kuptojmë, do të na japin gjithashtu edhe kuptimin e drejtë të jetës mbi fytyrën e tokës dhe do të na i bën të qarta shumë zhvillime dhe shumë gjëra që sillen rreth neve dhe rreth jetës tonë. Dhe gjithashtu do t'ja bashkangjes kësaj sonte disa pika që kanë të bëjnë me urtësitë hyjnore në lidhje me armiqsinë me shejtanin. Pse Allahu xhallahu ala e lejoi shejtanin që të na armiqson?
pse Allahu e lejon që ai të na pengon neve? Pse Allahu xhallahu ala bëri që ai të jetë i përjetshëm? S'ka pas pejgamber të përjetshëm, s'ka i devotshëm i përjetshëm, s'ka dikush që rrin din kiamet, shejtani ka jetë din kiamet apo. Do thotë me një aspekt shikuar në aspektin e jashtëm, në aspektin e afatizimit kohor dhe jetë gjatësisë është më i privilegjuari. Atëherë pse kjo? Në qoftë se ata që e kanë ndërtu tokën me devotshmëri dhe me të mirë nuk patën përjetësi, e pse ky pat përjetësi atë? Dhe përgjigjja jonë në këtë pyetje, padyshim se do të na bën të qartë pasaj edhe shumë gjëra tjera që kanë të bëjnë me rolin tonë në këtë raport, kanë të bëjnë me pjesëmarrjen tonë në këtë armiqësi ndaj shejtanit të mallkuar. E para që mund të përmendim të nderuar dhe jo kam përmend disa herë, sa të përmendim urtësitë e Allahu xhallahu ala, do thotë gjitha këto janë ushqime për zemrën tonë, që i japin fuqi, i japin energji, po i japin edhe kuptim veprave të caktuara. Në këtë rast japin një farë kuptimi, e formsojnë këtë kuptim që ne ta shohim, ta prekim kuptimin e armiqësisë dhe kuptimin e luftës ndaj shejtanit të mallkuar. Pika e parë që ka të bëjë me këto urtësi mund të përmendet të shfaqja ose të shfaqurit e fuqisë së Allahu xhallahu ala dhe se çdo gjë është në dorën e tij. Allahu te bareka ve teala të ndërlozë thot në Kur'an: "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar." Edhe Zoti yt është ai i cili krijon çka të don. Dhe nga ai që ka krijuar ai përzgjedh. Allahu xhallahu ala krijon çka të don. Krijon do të thotë të një lloji, krijon të një natyre, krijon të një ngjyrimi. Madje krijon Allahu xhallahu ala të kundërta mes vete. Dhe sa janë tërësisht të kundërta mes vete. Dhe gjitha këto shfaqen fuqinë e Allahu xhallahu ala, pushtetin e tij, sundimin e tij mbi tëra që ai ka krijuar, nga sa ai bën çfarë të don. Fa'alun lima yurid. Allahu bën çfarë të don. La muaqiba li hukmi. Allahu thot nuk ka kush e anulon vendimin e tij. Atë çfarë ai vendos është vendimi përfundimtar. Prandaj Allahu xhallahu ala kur e krijon shejtanin, ne me kuptues se ai që ka kriju shejtanin në këtë jo formë të jashtme, po me këtë rol kaq destruktiv, kaq të dëmshëm, e krijon edhe Xhibrilin në anën tjetër që është e kundërta e shejtanit apo. Andaj Allahu krijon si të don, dy anë të skajshme. E krijon ditën edhe krijon Allahu xhallahu ala krijon natën. Ai është që e krijon smundjen dhe ai është që e krijon ilaçin dhe shërimin. Ai është që e krijon ujin dhe ai është që e krijon zjarrin. E kështu me radhë. Shë shumë gjëra të kundërta në këtë dunja. Do çdo kush në këtë dunja ka një çift, një konkurrent të vetë, një kundërshtar. Përveç Allahu është një aftën. Që të shfaqet një shmëri e Allahut dhe pushteti i tij, dhe të shfaqet fuqia e Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj Allahu xhallahu thot: "Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn." Dhe çdo sa ne kemi krijuar çift dy. Edhe në kuptimin e çiftëzimit dhe përputhshmërisë, po edhe në kuptimin e kundërshtimit dhe armiqësisë. Ka dy. Ndërsa Allahu xhalla xhelaluhu është një. S'ka as kundërshtar, as të kundërt, as asgjë s'ka. Ai është la ilaha illa hu. Ai është që nuk ka zot dhe nuk ka kush që meriton të adoret pos Allahu xhallahu ala. Prandaj sa ne trajtojmë temën e shejtanit të nderuar vëllezër, nuk duhet na shtot frika për shejtanit, po madhrimin ndaj Allahut. Nga se shikoj Allahu çfarë ka kriju, çka don. E që fatë kësit njerët kër flasin për shejtanin, ose për gjennet, ose për çka do qovë nga kjo natyrë, zakonisht flasin nga këndi friksimit, e një ngarkese e kështu më radhë. Nëso ne po prezdojmë një kuptim tash tjetër të trajtimit të kësoti, me që në kuptan ushqimin e zemrës tonë, të ushqyrit e zemrës tonë me madhrim dhe Allah xhallahu ala. Dhe gjithashtu të ndërru lëzër, në kuadrë të kësoj pike se shfaqet fuqia e Allah dhe pushteti ti dhe dëshira e ti absolute dhe vendimi i ti që nuk mund të anulohet në vendimin e Allahut se duhet me mbet shejtani dhe armiqësia e ti, çfarë shfaqet tjetër? Shfaqet se çdo gjë është në dorën e ti. Nuk ka mbot dhe nuk ka askund të ndërozër, nuk ka askund do të ngjajshme me këtë.
me çfarë të ngjashme. Çdo kun, nëse ti ndihesh i rrezikuar për diçkafit, e ki dikon armik, do të thotë mundohesh që sa më shpejt me i dhon fund mundësi se armikut me lëviz. Apo çka do qofte armik, s'po flas veç kuptim njerëzor. Nëse për shembull ti ke një smundje, Allah na rujt për smundjeve dhe i shëroft smundit ton. Dhe ki mundësi me e shëruat smundje. Nëse ajo po shkakton probleme. Cili njëri thot, jes s'po duane, letum sulman, letum bas. S'ka kështu apëton, si a falë minutën, si a falë apëton. E shkatron moment, nga se ku e din ti tani qëfar për masa mund të merë. Nuk e kenë kontrol në dikimin e armikut, nuk e kenë kontrol në dikimin e virusit. A i shfillan i vogël, e ti të ndonë fillim me e shkatru. Po nuk e shkatron fillim, a i mund të përnë për masat mëdha, dikur del jashtë kontrole e kështu më radhë. Dhe gjithë mund do të kështu, gjithë mund. Gjithë kush të nëton me enon rrezikun në fillim, mos me elon me eskalu, se pastaj del nga kontrola dhe problem. Nëse Allahu xhallahu ala i thë shëtanit, sa po të mërnu? Qka po të me bo? Ka dush ka, qka dush ba? Prap, do t'jesh në sundimin tim apëtën. Ka me shku shëtanit? Allahu xhallahu dërgon pejgamber, e lejnë shëjtanin të lirë me asërmu pejgambert. Pse? Nga se e ka ndorë, kur do në nalë. Qëfar do në banë? E dinë Allahu xhallahu se ndikimi i shëjtan është i kufizum, edhe është i kushzum me lejen e Allahu xhallahu ala. Pa dhe e kalon. S'ka frikë. Wala i Allahu xhallahu ala kër e ka shkatru Themudin, cili e shkatraj dhe vrau, do të tëtë mrekullin që Zotë u adërgaj devën, i shkatraj Allahu xhallahu ala të tërë. Kajt i shkatraj. Dhe qëfar tha Allahu kur fletë për ta? Wala i khafu uqbaha. Allahu xhallahu ala merr vendim dhe nuk i friksohet pasojave, absolutisht. S'ka në i pasoj që e befasan, e jashtëzakonshme, duke filluar nga koka e sherrit e të poshtë, shejtani mallkuar apo. Prandaj Allahu e lën. Afatizimi që Allah ja ka bërë shejtanit nuk ka të bëjmë me te, nuk është privilegj për te, por është faqe e fuqisë Allahu xhallahu ala. Ai ka çdo gjë në dorë apo. Wallahi kur don e kap Allahu xhallahu ala. Çfarë don i bën apo? Ja kufizon, ja ndalon. Pra shikoj një ndonjë përditshme. Sa e ka kufizuar Allahu ndikimin e tij tek ne, alhamdulillah, sigurisht do ta cikom edhe më vonë aftën. Gjithashtu nga mirësitë e kësaj, do të thotë është nga urtësitë e kësaj që po flasim, gjithashtu është se njeriu kur e sheh shejtanin e njeh këtë krijesë të mallkuar, kur e sheh sherrën e tij, kur e sheh shëmtueshmërinë e tij, shëmtueshmërinë e misionit të tij, shëmtueshmërinë e thirrjes kur shkej këto i sheh njëri, i shfaqet bukuria e adhurimit ndaj Allahu xhallahu ala. I shfaqet mirësia e udhëzimit ka Zoti xhallahu xhelaluhu. E një begatin e imanit dhe të besimit në Allahun te bareke ve teala. Edhe thot para mendoje me pa qenë besimtar në shejtan. Eudhu billah. Apo ndërsa Allahu xhallahu ala ta ka mundsuar të jesh besimtar në Allahun xhallahu xhelaluhu. Nuk kishe me njoh këtë begati dhe këtë mirësi të këtij udhëzimi, e të këtij besimi, po të mos ishte kjo e kundërta. Kështu një gjërat. Prandaj, vëllezër nderuar, nuk ke mundësi me e ditë shëndetin pa smundja. Pa mundësi është. E kur vjen smundja kupton se çka është shëndetja. Nuk ke mundësi me di çka është pasuria pa e pa varfrin. Nuk ke mundësi me di çka drita pa e pa terrin. Absolutisht. Në bazë të çkafit e dim një sen që është jamël, në bazë të tjerave që në të edhë, që shtë e dim, me qenë ke gjërat e ëmbla, a kështë me pas e ëmbla emër? Jo, kështë me qenë normale, nuk e mërtojnë gjërat normale, e mërtojnë kur kanë të kundërtën, andaj i ëmbël nuk cilësot i shka që realisht kejto që është toptën, nuk cilësot, nga që se ka të kundërtën, nëse kur e ka të kundërtën, e atë shfaqet bukuria e kësaj atë. Përndë Allahu xhallahu ala thot për ata që nuk janë pozicionuar si duhet, thot Allahu xhallahu ala bi'sa lidh-dhalimina badala. Thot ata që i shkaktuan në vetës tyre padrejti, sa alternativë të keqe kanë përzihet për vetë tyre. Kur e lanë Allahun e vendosin me ndjek shejtanin, Allahu na ruajt atë. Prandaj ti kur e nje këtë natyrë të kësaj teme që po flasim, këtë urtësi, dhe e sheh veten tënde ku të ka pozicionuar Allahu xhallahu ala, e sheh se krejt që ka pas kësaj të mungon tek e fund nuk është e rëndësishme atë.
sikur që kanë thënë dietarët e hershëm, ai që e ka gjetë Allahun, në kuptim është orientu ka Allahu, ai që është lidh me Allahun, e ka fituar kryesorën e kësaj bote. Pas kësaj, krejt që ka të vjen është tek e fundit relative. Mirë po ai që e ka humbë Allahun, ai që zemra e tij nuk rrah me besimin te Allahut, ai që gjuha e tij nuk lëviz dhe nuk është e lagur me përmendjen e Allahut, ai që gjymtyrët e tij nuk i kanë në shërbim të Allahut, realisht e ka humb orientimin ka Zoti i tij dhe krijuesi i tij. Çfarë rrugë ka gjetë ai vëllai? Çfarë rrugë të mirë ka gjetë nëse këtë ka humb? Çfarë ka gjetë ai që ka humb Allahun? Andaj në bazë të kësaj të shtohet edhe ndjenja e një privilegji, edhe një begatia, ja ku ke pas mundësi me qenë. Ja shikoja do të thotë pasues i kujt ke mujt me qenë. Shikoja ndjekës i kujt ke mujt me qenë. Nërsa Allahu xhallahu ala të ka sjellë në iman, e të ka sjellë në namaz, e të ka sjellë në dhikr, e në punë të mira që janë e kundërta asaj që është e shëmtuar dhe e keqe. Dhe padyshim se po të mos ishte ky afatizim, edhe po të mos ishte kjo prezencë e këtij armiku, nuk do të shfaqnin bukuritë e kësaj mirësie dhe kësaj begatie që Allahu xhallahu ala na ka begatuar. Gjithashtu të ndërlozër në prezencën e këtij armiku dhe në afatizimin e tij që të gjitha gjeneratat njerëzore të kenë mundësi të kenë kontakt, në kuptim të raport me te, jo miqësor, po e kundërta, sikur që kemi cek, urësia radhës që mund të përmendim është gjithashtu se prezenca e shejtanit të ndërlozër, prezenca e kurthave të tij, prezenca e sulmeve të tij, prezenca e intrigave të tij, prezenca e cytjeve dhe vezveseve të tij, çfarë bën? E gëdhën adhurimin ndaj Allahut dhe e bën cilësor dhe kualitativ. Nga se ku shfaqet kvaliteti e cilësia? Në rezistencë dhe në kundërshtim. Çfarë? Kur don me mat kvalitetin e diçkafit, apo nuk e mat ndoshta me rrjedhën normale të asaj, jo me të kundërtën. Matët fuqia e diçkafit apo. Forcat e kundërta e shfaqen kvalitetin dhe cilësinë e asaj që po e matim me këtë mëradhë. Prandaj ekzistenca e tij, ku ai na bën presion, ku ai na bën sytje, ku ai madje na josh, ndoshta edhe sulme të caktuara dhe rezistenca e vazhdueshme që të mbetemi adhurojnë ndaj Allahut, e shfaq kvalitetin edhe cilësinë e imanit tonë. Po të mos ishte kjo rezistencë, po të mos ishte ky kundërshtim, nuk do të shfaqej kvaliteti i adhurimit ndaj Allahut te barekuhu teala. Prandaj edhe mundësia që Allah ka bërë që ai të mbetet nuk është për te. Vallahi se kalon Allahu shejtanin me mbet pse e don atë. As pse i bën nerë me metu, absolutisht, po e ka lënë si argat të robëve të tij mirë atë. Që përmes tij me ngrit, që përmes tij me fitu sevape, që përmes tij me e gëdhend besimin dhe me shfaq cilësinë dhe cilësitetin ndaj adhurimit të Allahut xhallahu ala. Dhe para sa është kjo mirësi e madhe? Sa është kjo mirësi e madhe? Prandaj në çdo rast ne themi a'udhu billahi minash shaitanir, sikurse do ta përmendim më në fund. E shejtanit po të bën sytje. S'pamuna valla kjo gjithmonë është saqë më një rast do të erdhi një herë tek pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, nuk ishte besimtar dhe i tha: "O Muhammed, ju po pretendoni se një njerëz të Zotit e njerëz që adhuroni, ndërsa vazhdimisht shejtani e përmend atë. Që na rahat jemi, se kemi atë problem atë. Do neve nuk kemi na problem me to. Na i rahat." Atëherë ishte Abu Bekri afër pejgamberit alayhis salam dhe kërkoi leje që ai t'i përgjigje. Dhe çfarë tha? Ta nëse janë dy shtëpia njëra afër tjetrës, njëra e ndërtuar, bukur, rregulluar, madje e mbushur me stoli, tjetra e rrënuar dhe pa rregulluar, hajni në cilën futet? Futet në ato që ka cilësi dhe kvalitet për me marr, jo ato që s'ka kur gjë. Pra i fakti që ti je në konflikt me te, fakti që ti i reziston sulmeve të tij, e qet në sheshkën. E qet në shesh kvalitetin, cilësinë e stabilitetit tënd, cilësinë e qëndrueshmërisë tënde, cilësinë e besimit tënde e kështu me radhë. Prandaj edhe kjo është një urësi që duhet ta kemi parasysh sa të trajtohet kjo temë, madje sa të jemi në ballafaqim me këtë armik, madje sa ne të kemi trajtim të këtyre temave gjithmonë,
ta kujtojmë këtë urtësi se Allahu përmes saj ta ka mundsuar çaj me mbet, se nga njerëz bezdisen. Çaj pse Allah e kalon kët? Pse po na shqetësojmë? Pse po na ngucin? Duket ka njerëz e rënd. Dije se ka urtësi këtu, vallahi se kalon Allahu me të pengu ty, po e kalon me ta ngrit çmimin tek Zoti xhallahu që përmes rezistencës të dalë në shesh cilësia dhe cilësia e imanit të ndapton. Prandaj edhe në bazë të kësaj shfaqen adhurimet e lloj-llojshme, nga se sikur se thot Ibn Qayyim rahimullah, xheneti është lloj-lloj begati, apo në xhenet nuk është një begati. Xheneti është me begati të shumë llojshme. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, Allahu ka bërë që në fund e tij të ketë obligime të shumëllojshme, që me shumëllojshmërinë e adhurimeve të arrim shumëllojshmërinë e shpërblimeve. Nuk mund është veç me një ibadet me arrit shumëllojshmërinë e sevapëve. Ja. Andaj kemi ibadet do të me sabër, kemi ibadet nga njëre me guxim, kemi adhurim nga njëre me falënderim, kemi adhurim nga njëre që ka të bëj me miqësi, me armiqësi, ka adhurim që ka të bëj me urdhim për të mirë, porosi për të mirë, për ndalim nga keqja. Të gjitha këto adhurime realisht provokohen dhe nxiten me prezencën e shejtanit. Po të mos ishte ai, ku është më qenë sabri, e falënderimi, e shumë të tjera. Prandaj adhurimin te Allahu xhallahu ala të ndërlojë vëllazër, realisht shfaqet kualiteti, cilësia e tij dhe gjithashtu mundsohet shumë lloj-llojshmëria e tij me prezencën e këtij armiku. Dobi tjetër të rradhës që duhet të përmendja është se prezenca e shejtanit thash e shfaq fuqinë e Allahut atij japton. Dhe e konveçuni pikë tjetër, është e ngjashme të parën, por i ka disa detale që ndoshta dallojnë pej të parës ato. E kam cikë tek Ademi alayhis salam, dhe këtë duhet ta përmend në çdo temë. Në çdo temë kjo pikë ka vend vetëm. Urtësia e kësaj është se me prezencën e shejtanit dalë në shesh shumë emra të Allahu xhallahu ala. Manifestohet bukuria e emrave të Allahu xhallahu ala. Andaj ne në luftë dhe në kundërshtim me të e kërkojmë ndihmën e Allahut, dhe Allahu na përgjigjet me emrin e tij An-Nasir, ndihmëtari besimtarëve ata. I ndihmon besimtarëve nga se janë në kriza. Gjithashtu Allahu xhallahu ala e ka kufizuar ndikimin e shejtanit. A cekëm në takimin e kaluar ku tha i dërguari alayhi salatu wassalam, elhamdulillahi alladhi radda kaydahu ila al-waswasa. Falërimi qoftë Allahut i cili e kufizoi kurthin e tij në cytje. Kur që më shumë, bezvese ka më tepër. Kush ja kufizoi kët? Nuk i lëmë po çfarë don. Nuk ja mundsoj që të na përzihet ku don. Andaj këtu shfaqet emri i Allahut El-Qahhar, ai që ka poshtë dhe ka dorë shejtanin atë. Ti e sheh kët kufizim të tij dhe të shfaqet emri i Allahut El-Qawi, El-Aziz, ai që është i fuqishëm, ai që është i pamposhtur, e kështu me radhë emrat e Allahut xhallahu ala. Por gjithashtu edhe në këtë betejë shfaqet diçka tjetër edhe më interesante se kjo e para. Cila është emrat e Allahut El-Ghafur, apo falsi, Et-Tawwab, ai që pranon pendimin e njerëzve, El-Afu, ai që u ashlyn njerëzve edhe mëkatet dhe pasojat e mëkateve kështu me radhë. Nga se ka njerëz që janë viktima të shejtanit, kanë ra prej e cytjeve të tij, janë mashtru pas tij, por e kanë kuptuar se kanë gabu, e kanë kuptuar se kanë përzgjedhur rrugën e keqe, dojnë me u kthy. Kthimi i tyre bëhet përmes emrit të Allahut El-Ghafur, falsi. Kthimi i tyre bëhet përmes emrit të Allahut At-Tawwab, ai i cili pranon pendimin e kështu me radhë. Shikoni këtë hadith që e transmeton Hakimi në Mustadrekun e tij, dhe do thotë dietarët e konsiderojnë se hadith e vërtet nga Ebu Said al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, i cili thotë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se shejtani i ka thënë Allahut wa izzatika ya rabbi la abrahu ugwi ibadaka ma damat arwahuhum fi ajsamihim. Shejtani i tha Allahut, të betojmë në madhrinë tënde se do të vazhdoj dhe të këmbgulit i devijaj derisa shpirti është në trupin e ty në apëtën. Nuk heke dorë kur, as në rini, as fëmini, as në pleqni. Sa të kanë shpirt në trupat e tyre, nuk do të ndalem së sulmuari, nuk do të ndalem së devijuari, e kështë më radhë. Dhe kjo është kërsnim, dhe kjo është një farloj shqetësimi për neve, nuk në rahat kur s'ka në pushim.
E si është përgjigja ati që është El Ghafur At-Tawwab? Përgjigja ati që është falsi dhe ai që pranon pendimin, si u përgjigj? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, fa qala rabbu tebaraka wa taala, dhe tha Zoti xhalla xhelaluhu, tha wa izzati wa jalali, të betohem unë në madhrinë time dhe të betohem unë në fuqinë time, la ezalu aghfiru lahum mastaghfiruni, unë vazhdimisht kam me u fal derisa ata të kërkojnë falje apo. E tash tin pa që sa ladhu me i deviju, unë me një fjalë kam i kthy te unë prapa apo. Andaj shfaqet bukuria e emrave të Allahu xhallahu ala, bukuria e thirrjes të Allahu xhallahu xhallahu, kthimi tek ai e kështu me radhë në këtë armiqsi. Prandaj nuk është kjo absolutisht arsyetimi i mëkatimit, por e shfaq mëkatimi bukurinë e pendimit dhe bukurimin e kthimit tek Allahu xhallahu ala, për t'treguar se Allahu xhallahu xhallahu e don faljen atë dhe e don kthimin e robëve ka ai. Sikur që na ka mësuar dërguari sallallahu alaihi wasallam të themi në lutjet tona, veçanërisht në 10 ditën e fundit, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afwa. Që ka o Zot ti e falësi, emrin falës, edhe e don faljen, andaj më fal mua. Po të mos ishin këto njolla të zeza që ne shkatron shejtani, po të mos ishte kjo ngacmim, a do të ishim të motivuar me kërku falje? Jo, do ta ndinim vetëm të pafajshëm, të pamëkate, të pagabueshëm. Por prezenca e shejtanit dhe dobësia jonë për ballti e shfaq domosdoshmërinë e lidhjes me Allahun xhallahu ala, e shfaq domosdoshmërinë e kthimit tek ai që ti themi me zemër sinqert, innaka afuv, ti ai që don falën, ti e falsi, fa'fu anni, un kom gabu, e kom dëgjuar mikun, e kom dëgju atë që nuk është dashme e ndëgju, e kom djeg të mallkuarin, o Zot, dera jote dhe porta jote është e hapur gjithmonë. Andaj më prana dhe më fut në mëshirën në faljen tënde. Dhe kjo bukuria, kësaj thirrje, këtë doje, kush faqet? Sikur që e kam cekë në derset e kaluara. Të ndërrua dhe zërë, është e vërtet që Ademi Alsam nuk boni mirë që hëngën nga pema. Nuk boni mirë, se e shkela që Zotit ndalej. Mirë po, sa bukurit u shfaqen, e sa urcit u shfaqen pasaj, shumëta. Qka i tha Ademi Alsam Allahot, kur e hëngër pemën? Rabbana, innana dhalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin. Kjo dua kaq e sinqert, kaq e fortë. Kur u provokua, kur dul? Kur u prek nga shejtani ata. Doli bukuria e lutjes dhe e nënshtrimin te Allahu xhallahu ala. Rabbana, o Zoti jon, na i kemi bër padrejtësi vetes ton. Nëse ti nuk na fal, nëse ti nuk na mëshiron, na jemi nga të humburit, na kena me humb. Na do të jemi të lajthitur në cytet e shejtanit, andaj na falë Zoti jon. Andaj do të shëgjë këto bukuri të emrave të Allahu xhalla xhelaluhu. Edhe gjithashtu thash në emrat e tij që Allahu thot se është i gjithfuqishëm dhe e kufizon pushtetin, a thot Allahu për të wa ma hum bidarrin bihi min ahadin illa bi idhnillah. Ata nuk kanë mundësi të bëjnë dëm askujt pa lejen e Allahu xhallahu ala. I ka sfiduar Allahu xhallahu ala. Nuk kanë mundësi me i dal ballsoj sfide. Dhe Allahu lejon me lejen e tij kosmologjike për të realizuar disa urtësi, jo për të dëmtuar robën e tij. Në gjitha këto shfaqen thash në kuadër të kësaj betejë. Të nderuar vëllezër dhe motra. Gjithashtu prej urtësive që është vallahi madhështore, këtë çka i përmendëm kush i mediton dhe i analizon dalin kuptimet shumëta të kujdesit Allahut për neve, të urtësisë e tij, se ai nuk bën asgjë në këtë botë përveç se me drejtsinë e tij, përveç se me urtësinë e tij, përveç se me butësinë e tij, mëshirën e tij e kështu me radhë. E radha që mund të përmendi është në krijimin e shejtanit, në mundësinë e tij që të na përzihet dhe të na shkakton probleme të caktuara, në armiqsinë e tij ndaj neve, të ndërlozur, padyshim se shfaqen shumë dobi për robët e Allahut. Shikoni këtë formulim të dietarëve se kanë bërë. Shfaqen shumë dobi për besimtarët në Allahun, të cilat janë shumë më të mëdha se dëmi i prezencës së shejtanit. Prezenca e tij është e dëmshme. Nuk mund të mua, apo prezenca e tij shkakton dëm.
Mirë po, dobi që shkaktohen dhe vinë si rjedhoj e kësaj prezencë janë shumë më të mëdha. Prandaj përdisa dobia është më e madhe, ka toleruar Allahu prezencën e një dëmi të caktuar. Ky është ligji i Allahut në robët e vet. Diçka neve ka po doma kjo, lejon Allahu që mbi robët e tij më ndodh një dëm i caktuar, po një dhimbje e caktuar, nga se nuk mund të realizohet dobia ndryshe përveç se përmes dhimbjes. Andaj lejon Allahu, për ndryshe, rahmeti i Allahut, të ndërlozër, dashuria e Allahut ndaj robëve të tij nuk lejon që pa asnjë interes me përjetu dhimbje robi i tij. Kështu Allahu s'lan ata. Nuk lejon Allahu xhallahu me usprovu robi i tij pa dobi. S'ka kështu. Nga dashuria e Allahut për robën subhanallahu. Nuk shkakton dhimbje veç me dhimbje. Nuk të sprovon veç me të ul. Jo vallahi kur. Prandaj shikoj për shkak këtë pikë. Si rjedhoj e fushatës iblisore, si rjedhoj e fushatës djallëzore të shejtanit. Kush dul në skenë njerëzore? Dul faraoni. A dul faraoni? Për shkak shumë janë dalë faraona, po një u dalë në kohën e Musaut alayhi salam. Dalje e faraonit si kundërshtari i Musaut alayhi salam. Sa urtësi e sa mësime na i ka jep neve, që na edhe pse Musa ka vdek nështë para Allahu alem 3-4.000 vjeta, 5.000 vjetë, Allahu alem kur ka vdek, hala nësët i kemi të fresë këta mësimet e Musaut alësam e faraonit. Po të mos ishin sirbazët, magjistarët e faraonit, që mi bëhet të trukjet e tyne me magjia, dhe mos ishte pastaj goditja e shkopit të Musaut, paramna që farmësimit me dhe këshumë hup në apëtën. Andaj është e dëmshme që ka ndata, po, mirë po, a është me e dëmshme shfaqe e magjistarëve të faraonit, apo është me e dobishme dalje në shesh e shkopit të Musaut? Jo, shkopi Musaut është bagi ma i dobishme, nuk ishte me dal, mos me dal gjerpit e faraonit, duhet me dal gjerpit e vegjel, që të shfaqet shkopi Allahu xhallahu që godet me te pas të eftën, që del shesh urësia dhe mësimi. Po të mos ishte rebelimi i faraonit, nuk do të kishim Ashuran, që është nda deti, që të kalojnë beni Israelit, dhe pasaj të përmbyset faraoni, e nesët agjerojmë këtë ditë në shenjë, falnimin dhe Allah që e shpëtoj Musaun alësam dhe beni Israelit nga zullumi i faraonit. Mësimet shumë ta. E çdo pejgamberi, në veçanti për shkak të marrim të ndërlozur, a nuk ishte shejtani ai që shkaktoi xhelozinë, dhe ai që shkaktoi një lloj konflikt dhe kacafytje mes Jusufit alayhis salam dhe vëllezërve të tij? Një sure në Kur'an e Muram Yusuf. Min ba'di ma nazagha ash-shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Kështu tha Jusuf alayhis salam. Pasi që shejtani më ngacmoi mua dhe vëllezërit e mi, shkaktoi një lloj konflikti mes neve, një lloj përçarje mes neve. E në atë gjelozin e vllaznive të Jusufit, që pasoj me hudhjen e tij në bunar, e që të gjitha këto ishin të motivuara, të shtyra nga shejtani, sa dobia ka dalë, sa mësimi, sa porosi dhe mësimet shumë të kemi marrë nga surja Jusuf, e që rajsh kanë dalë si pasoj kujt, e prezencës së shejtanit. Mos kishte me qenë ngacmimi i shejtanit drejtuar vllaznit të Jusufit, nëse kishun pas surën Jusuf. Që kështë e pasë mësutje? Kush e ka ngacmuat grun me gjithë pozitin edhe autoritetin që t'ja mësyn me nderu Jusufin? Kush e ka ngacmu? Që kjo e ka ngacmu? E ka ngacmu parësuja? Ja, ka pas dobi këto. Na këna marë shumë sim masanej nga ajo që ka bu Jusuf e Elisavën. E ka leju Allahu xhallahu ala që ai të bëhet viktim e shkollimit tonë. Shejtani është argati jonë. Ani sa është e shëmtuar me konë argati ti masanej? Shumë është e keqë. Për këtë Allah të besa li dhalimin, ata që pa drejtësisht u sillën ndaj vetvetes, se kuptuan drejt do të thotë zgjidhje të gabuar kanë bërë, sa alternativë të gabuar kanë përzgjedhur. Allahu e la merrnu me hjek çashtu, me hjek i mallkuar, i poshtnuar, i nënçmuar, i përbuzur, i kufizuar. Allahu e lejai që ai të jetë argati joni. Ai bën sherr na morëm sim. E ai e pson. E na marëm se vapin aftën.
Ajo është argati robëve të Allahut. Pa se kupton. Prandaj sikurse i tha Ibn Jauzi rahimullah, Ibn Jauzi i tha shejtanit, e ka Ibn Jauzi një libër polemik me iblisin atë. Do on ja rënon këtë ato vezveset se a është më i mirë zjarri apo më është më i mirë kush? Balta dhe dheu atë. Edhe do vezvese që vetë shejtani ka, ja bën vetvetes ti atë. E i thot Ibn Jauzi rahimullah, "Hote more i gjor." Ja kështu i thot, "Hote more i shkret." Thot nuk i ra në sejdë, nuk i porule shaj nderimi njeriu të nderuar nga Allahu që ishte nderuar me të, në emër të kujt? Në emër të krajisë rrajshme. Thot ndërsa pranove ti bësh në sejdë çdo mëkatari dhe të ulti që të vjen tani mas teje atë. Shejtani kur don me cyt dikon, ai thot, "E s'ka." Ja, si thot, "S'ka." Shkoni sillet, e lut, e përgdhel, dhe se për vetë apo. Kanë përgdhel lloj mëkatari. Lloj nështë njëri të ligë, të keq, i bëhet argat, i lyhet, e i servilohet, e i nështrohet që me bu për vetë apo. E i thot Ibn Jauzi rahimullah, "Ke refuzuar atje me undëru, shikoj që Allah të ka poshnu. Nëse njënit me i paron sejdë veç dhe përjetësisht kështë me ku i ndërum, ke refuzuar një herë, jemi të përjetësisht në nëqmum. Tash jo njënit, po me dhjetra, me mira, me milionat e tjerve, ju shkon për mas, e ju servilohet, e bën sabër, e munohet, nështë ta një gjuna me shtime e bëftë. Andaj ku është të kënaria? Ku është të ngritja? Andaj Allahu xhallahu e ka lënë qaj të shkakton popullin me caktuara në dunja. Mirë po, realisht, ajo është mjet, ajo është argat që na shkollohemi në fatkeqësinë e tij apo. Na shkollohemi në sprovën e tij. Për ata që e kuptojnë këtë arsye, që ka të tjerë që realisht bën ndryshe, Allah na ruaj apo. Gjithashtu të nderuar vëllezër dhe motra, prej nështë mësime që mund t'i marrim është se shejtani dhe prezenca e tij, të nderuar vëllezër dhe motra, deri me një mas e vështirësojnë pak adhurimin dhe Allah xhallahu ala, po nuk është bashkë tani leta japta. Nga se realisht nuk ka diçka reale që e vështirëson adhurimin, përveç kur e vështirëson shejtani duke e bërë bashkë pjesëmarrës në këtë vështirësim edhe nefsën e njerëzve. Kur ata dy bëhen bashkë, o Allah tani bubrecin elefant ta bojnë ata. Ata dy kur bëhen bashkë, realisht, po si të preksh ti, shfaqet realisht, s'ka koni ronë, nuk ka do ka. Andaj shejtani bën që mu do këron, me qenë e vështirë namazi, e vështirë mbulesa, e vështirë sunelon këtë punë, sunelone. O e lën ti edhe adin që është ma kallaj se që e bën atë. Shumë ma let njeri e lën të keqen se që e bën të keqen, me bë të keqen është ma vështirë. Por shejtani nga cytë dhe nga cmimi njerëzve u përmbys kuptimet atë. Sidoqoftë, Allahu e ka lënë që pak me bë pak ma vështirë, më pak ma interesant. Kjo punë për të na treguar Allahu xhallahu një rregull të tij se e mira dhe lumturia dhe suksesi nuk arrijen me komoditet dhe rahati, po duhet pak vështirësi aftë. Kjo rregull Allahu xhallahu ala. Argat për këtë rregull prapë është kush? Shejtani aftë. Andaj thot Ibn Qayyim rahimullah, ittafaqa uqala'u jami'il umam. Thot Ibn Qayyim rahimullah, njerëzit e mëshëm të gjithë popujve, të gjitha feve, popujt e këtë botës, thot Ibn Qayyim, janë ra në ujdi rreth një rregulli. Cili është ai? Anna an-na'ima la yudraku bin-na'im. Se begatia dhe mirësia dhe rahatia nuk arrihen me pushim dhe me komoditet. Duhet mu lodh, duhet angazhim. Wallahi nuk e arrin kënaqësinë dhe përjetimin e dijes pa u lodh për të. Duhet mu lodh. Dhe gjithashtu çdo begatin këtë dunja, do më u kënaq me ndonjë adhurim, do me arrit një sukses caktuar, duhet mu lodh. Nuk ka të gatshëm. E që fatkeqësisht në mentalitetin ton ekziston pak një ngjyrim, jena prek pak me këtë virus, në këtë smundje, se mendojmë se duke u viktimizuar, apo mundemi me e marrë për krahin e dikujt, e tani ajo bën punën tonë na kënaqëm. Kjo është gabim. Kjo është pjesë e kësaj. Shejtani këtë ka bërë. Jo Allah. Dikush tu bë si gjuna, si i shkret, kujton që tani dikush lodhet për ta,
e lodhe aty e mu fitimi, që shtu ne kena da. S'ka kështu Allah, thot. S'mun është kur me arrit kështu. Mos më në kur se dikush mund më lodhë për ty e ti veç kimin e tu knaqë. S'ka kështu. Nuk ka kështu. Ai që dënë me arrit diçka, ai që dënë sukses, ai që dënë qka do quvë nga mirësit e kësaj bote dhe begatit, ai që dënë lumëturi, ai që dënë knetësi, e len knatësi njëra, e len njëre komoditetin, e len njëra atin, lodhja, do të më lodhë. Andaj këtë regull kush në mësën? Shejtani opet, në mësën, a i vetë thëtë, unë jem këtu mi u kalzu se nuk shkën këtë si mi uj, unë jem këtu mi u vështirësu ka pak, që ju me arrit ma këndë shumë atë që e synoni dhe atë që juve ju duhet. Prandaj, Allahu Gjallahu Ala të ndërlozë këtë regullë ka bërë gjdo fush, gjdo pore tjetës. Prandaj, gjdo sen që ti dënë me arrit, e vendosë qëllim, unë e du këtë me arrit, do është me ditë se kjo arritja e ka një qmim dhe e ka një lodhje. Në qovë se nuk je i gatshëm me e pagu qmimin dhe nuk je i gatshëm me kalu në për tunelin e lodhjes, nuk i me arrit kur, s'ka falë. Vëllaj, po t'kish pas mundësi, pa lodhje, rahat, kom kryq, me fitu dikur diqka, kish me fitu Muhammed a.s. Aja kish me fitu apë. Mirë po, qka i tha Allah Gjallera, përmendoni, subhanallah, i trishtuar, e ngarkuar, po edhe i friksuar, nga e që e pa, që ndëgjaj diqka e pazakanshme për te, shkaj të gruaja e ti, Khadija radiallahu anha, dhe umbulua thë zemmiluni e këshin kapur ethet nga Afrika, parëmëna, kur ethet kapin pitute. Na veçtojme, ka një ethet, na e kena fjallëtet, që në rallë dikën e kanë kap ethet pitute, me pritu të aman, ethet pitute me hi, e pejgamberësëm ethet ka pas pe kësaj Afrika, ethet ka pas, andaj tha mbulam, e pastaj që fa ndodhi pastaj? Mas kësaj, me njërë mas kësaj, prap Gjibrili, nuk e lebën e mi kalu e ethet, ose mundzi, po qëfar i tha? Ja il muzammil, ose ja il mudaththir, ti imbuluar, ti që i pështil, ngritu, as tha pejga më shumë, po veç pak me të pushoj se jem lodh, që i dy ditë s'kom flet, pikse, e kuptaj aj që duhet më lodh, dhe vazhdoj me tutje, deri sa ishte gjarë, 23 vjet angazhim, 23 vjet gjithmon në shërbim të asoj që është e mirë, paladhë shumë, andaj Allahu ja dha suksesin e asoj që e kërkoj. Edhe ne, shejtani thash, prezenca e ti, urësia e Allahut në jetë gjatësin e shejtanit, në e qetë në pa edhe këtë regull të madh vjetësor që neve në duhet shumë, se mirësia dhe pushimi nuk arrin me pushim, nuk arrin me rahati, me komoditet, e me këmbë, e me gjumë natë e ditë, vëllai kurrë nuk arrin. Asgjë nuk arrit. As pushimi bile, e jo diçka të tërë. Se njerëz të pushu shumë lodhen. Ke po njerë kur pushon shumë lodhet, pej pushim, pej smirave të lodhen. Pej gjumit madh lodhet. Quhet pej gjumit, thot si mos me flet hiç. Ose i ladh shumë pej gjumit. Se ti shpa lodh para gjumit, gjumi shku në pushim. Ama ka pushu para gjumit, tar gjumit qa bëhet lodhje. Të qështu të ligji Allahu Gjellë Gjellë Lopë. Nuk ka mundësia, pusha para gjumit, pusha në gjumë, pusha mas gjumit, s'ka kështu. Kështu ka në gjennet, pushim veç. Në dunja ka lodhje. Ose ki mu lodh para gjumit, ose ki mu lodh në gjumë. Ose ki mu lodh mas gjumit, ama diku du të mu lodh. Nuk ka, do të thotë për asë një njëri. Shikane në nërruar, jo veç kuptimin e pejgamberve, e devatshmeve, jo veç kuptim gjennetit, kështë tjertë njerëzit. Gjdo njëri suksesëm këtë dunja që ka rrit diqka. Edhe në qëse nuk është musliman. A e ka rrit duke e përgdhel dikush, e duke e lastu dikush, ja vëllab, lexojeni biografit, qka kanë hjeke, qka kanë vua ata për me rrit, në fund një produkt me e vendos në treg me emën e ti, unë e këmë zbuluapën. Ma lodhje, angazhim, nga se kjo është regulli i jetës, nuk ka pa u lodh, nuk ka me pushim, nuk ka me komoditet, nuk ka me rahati, nuk ka me lastim, nuk ka me lasdrime, po ka me seriositet, me angazhim dhe me përkushtim, e kështu arrijen punë të mira njëtë në kësaj botë. Për asaj që mund të përmeni gjithashtu të ndërlozën nga në kodrë të këtyre dobive, është edhe se prezenca e tij gjithmonë i sinjalizon besimtarit që të mbetet i lidhur me Allahun xhallahu ala. Prandaj nga ajo që Allah dën është
që ne vazhdimisht themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Është nga lutja që Allahu i dën dhe i preferon. Dhe Allahu xhallahu don që ne gjithmonë do të thotë në luftë kundër shejtanit të jemi të lidhur me Allahun. Jo vetna, se vetë smunëm na. Prandaj që të mbetemi të lidhur gjithmonë, që delet të jenë gjithmonë rreth bariut, e ka mundsu më afru ujku. Se mos më kon ujku, apo gjithmonë delet tani i kene shpërndan apo. Prandaj Allahu xhallahu ala e çon kaj ujk që i trem delet e pastaj i afron bariut. Sikur që ka thonë një pej dietarëve, nxënësve të tij ka thonë, në qoftë se doni me kalu për një kopeje delesh, po që atë kopeje delesh e ruajnë qenë të vështirë, qenë të sharit të në janë, po kanë shara me siguri të vend dikun, qatë që ruajnë delet. Edhe doni me kalu për në të qka bënë ti? A një nxënës ka une shkoj një rrugë tjetër, a i tjetër thot, une presë kër është me këthy kryim kësajt i habitun e tani i bikësat, loj verzionesh. Atër djetarë kër i pa që realisht nuk përja qilojnë të kërkuare, se nuk janë verzione këto sukses, nuk janë efikase këto, qëfar tha? Tha, a e dini se është rruga me e letë me kalu? Tha, i thuni bariut maje qenin. E tha, një kalon, as kino me prit me këthi kryt, as me flajt, e rahan, i kalon veçtu, a për mon që qenit ka përsepën? E i thush Allahot qenin maje, apëtën, shejtanin, maje se pa në kafshon. Edhe i thush, që i thush maje qenin? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma dje, një formulim ende me i fuqishëm, për me majtë këtë qenë, mësë më në kafshu, me kalu lirë shumë, rrugës të dunjas, e koridoreve të dunjas, që të kalujmë gjennet lirë shumë, për të na e formulu në mënyrë të mrekullueshme, këtë kërkim mbrojtje, këtë strehimore të Zotit xhallahu ala, Allahu ka zbrit dy sura që janë surët e fundit në Kur'an. Kul a'udhu bi rabbil falak, edhe kul a'udhu bi rabbin nas. Pikërisht janë në shërbim të kësaj që po flasim atë. Andaj Allahu xhallahu ala don që na të mbetemi të lidhur me të vazhdimisht. Allahu don që na gjithmonë të kërkojmë strehim tek ai, mbrojtje prej tij. Ai na nguc, na ikim te Allahu xhallahu ala. Sikur se fëmiu, ngucet në rrugë me të tjerë, kur ai qenë më të fortë, ikte nona, ikte baba, ikte ata që ruajnë, kujdesën. E kur shkon te ata pas thot, haj çitash ngucëm. Apo i thot atij se e din që e ka shpinën e fortë atë. Andaj edhe na vetë me shejtanin smunën vëllai. Jo, neve na shpartallon. Ama na themi kul a'udhu bi rabbil falak, e tani themi haj çitash atë. Apo i themi a'udhu billahi minash shaitanir rajim, themi haj tash pra. Tash bën sytë vetvese, nga se kemi kërkuar strehim ato që është i fortë, sikur se çesë kom në fillim. E mos ishte ngacmimi i tij, na nuk kishim më kur a'udhu billah, nga se s'kishim pas arsye pse më thon këtë fjalë atë. Dhe e fundi që du me cik në kohët e kësa ligjërate të ndërëlezër, do thotë, të ursive të shumëta që djetarë kanë përmend, është edhe të marrim mësim edhe shembull, të marrim mësim nga tëra e që i ka ndodhë shejtanit mallkuar. Ku ishte dhe çfarë ndodhë dhe çfarë u bë. Përshikuar të ndërëlezër se qysh ka mundësi një njeri vëllai nga mundësia ose një krijesë e Allahut, nga mundësia që të mbetet i nderuar, që të mbetet i ngritur, ta poshtnon dhe ta përbuz dhe ta nënçmon vetën e tij si pasojë vallai e një epshi shumë të shkurtër. Sikur sa i Ibn Jauzi rahimullah. Yusuf alayhis salam, po flasim hipotetikisht sa për mësim. Yusuf alayhis salam, ku do të ishte sot në qoftë se do t'i përgjigjej thirrjes së asaj gruaje? A do të ishte Yusuf alayhis salam? A do të ishte sura Yusuf? Ja apte. Aja që aja ftonte me bo Yusuf alayhis salam ishte shumë e përkashme. Dhe ishte diçka shumë kalimtare. Por Yusuf alayhis salam me një qëndrim të fuqishëm e siguroi përjetësinë e përmendjes në dunja në ahiret atë. Ndërsa shejtani me po në të kundër të në asaj që Yusuf i tha i garantoj vetës së vetë përjetësinë e mallkimit edhe nështimit edhe poshtrimit. Andaj ka thënë Ibn Qayyim rahimullah, inna me dunja sa'a, fej'alha ta'a. Kanë kjo dunja është momente, çaste të caktuara, letjet në adhurim dhe Allah xhallahu ala. Me fal namazin, haramin më i thon nuk ka 24 orë Allah. 24 sa kur kushtin haram i kryo.
ditë për ditë me sekata, s'ka kështu apo. Po ka momente caktuara, ndoshta pak më shpesh, pak më rrallë, ama momente caktuara janë çaste. Dhe ajo jo është sekonda që e ndan, vallahi ajo jo është sekonda që e ndan vijën e nderimit me vijën e nënçmimit, vijën e shpërblimit me vijën e dënimit. Edhe një po e jotja, po ndrimin e dur, është gjithashtu ajo që e ndan vijën është vijë holl mes shpërblimit dhe vijën e ndëshkimit edhe nënçmimit edhe përbuzës. Prandaj shikoje një nguti e shejtanit dhe dhënje përparësi, mendje madhësisë dhe inatit ku e shpiu. Ndërsa një modesti e Jusufit dhe kthim tek Allahu dhe jo e fuqishme ku e shpiu atë. Andaj shikoje pra ti jon tënde dhe punë tënde, në jetën tënde, ka janë të orientuara, ka janë duke shkuar. Nga se thash shembull për këtë, në kodrat e shumë shembujve është edhe mësimi që ne e ofron ngjarje me shejtanin dhe me Ademin alayhis salam. Të nderuar dhe motra, më lëni që në fund të bëj një përmbyllje të kësaj që kemi thënë deri më tani. Padyshim se rrëfimi për Ademin alayhis salam na ka marrë 5 ose 6 ligjërata. Dhe padyshim se hiç pa ndoshta e egzageru do të na merrte edhe kaq apo edhe më tepër, pa bë përsëritje. Nga mësimet e shumta që dietarët na i lanë për këtë rrëfim madhështor që Zoti xhallahu ala shpesh herë e përmend në Kur'an. Mirë, po shpresoj që të gjitha ato që i kemi trajtuar me të vërtetë të shndërrohen në një hartë udhërrëfyese dhe udhëzuese për neve që ne në bazë të asaj orientohemi dhe udhëzohemi në jetën e kësaj bote. E veçanërisht jemi në prag të muajit Ramazan. Në këtë muaj është e vërtetë se Allahu xhallahu ala i prangos shejatint. Pikërisht këtë sherr, këtë burim të sherrit prangosen ata që bëran sherrë për tyne. Po fakti që ata fizikisht prangosen, ta dim se do të thotë mentaliteti i tyne, kuptimit e tyne, ato qarkullojnë, ato nuk prangosen. Pa jemi të kujdesshëm dhe të ruhemi se mbi cilën bazë po ndërtojmë shfrytëzimin e kohës tonë në muajin Ramazan, dhe unë shpresoj që edhe këto mësime që kemi marrë me Ademin alayhis salam janë shumë efikase edhe në këtë muaj, po edhe mësimet e tjera. Kjo është padyshim dersi i fundit për këtë periudhë, deri pas Ramazanit, lutem Allahun xhallahu ala që na mundson që këto ditë pak që kanë me në Ramazan të shfrytëzojmë në shfrytëzim, të shfrytëzojmë në përgatitje dhe në rregullim të veteve tona që ta presim dhe ta kalojmë këtë muaj sa më mirë. Lutem Allahun që në këtë muaj të na bën me të vërtetë nga ata që i ka liruar nga zjarri i xhenemit dhe nga ata që Allah i ka shpëlyer me veprat e tij të mira, dhe lutem Allahun xhallahu ala që nga zemrat tona dhe nga thellësia e tyre Zoti të shesë me të vërtetë kemi vendosur këtë Ramazan të jemi më ndryshe në kuptim pozitiv edhe në raport me Allahun, por edhe në raport me të tjerët. Allah ju dhash sukses, u afalt mëkatet, Zoti ju ruajt dhe Allah na takov në hajret mira vazhdimisht deri në takimet e ardhshme. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslimen kathir.